Në Shkodër u prezantua studimi i fizibilitetit për hekurullën Durrës-Prishtinë, e njohur si hekurulla Kuqezi, e cila do të kalojë nga Durrësi në Shkodër, më pas në Gjakovë dhe do të përfundojë në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë. Zëvendës kryeministra e Shqipërisë Belinda Balluku e cilësoi projektin si moment historik për vendin, duke theksuar se hekurulla nuk është thjesht një aks transporti, por një lidhje kombëtare me rëndësi gjeopolitike. Sigurisht këtu nuk flitet për një hekurudh, por flitet për një lidhje kombëtare, pasi është hekurudha Kuqezi, flitet për një nukël gjeopolitike e cila e kthen kombin shqiptar në një pol magnetizmi për ekonominë dhe për ndërlidhjen europiane. Shpeshherë flasim për ndërlidhje rajonale, për ekonomi rajonale, por korridoret e infrastrukturës si dhe ato energjetike nuk janë rajonale, janë europiane. Kjo hekurudh do të ndërlidhet me korridorin e 8 përmes të gjithë akseve të tjera të këtij korridori që tashmë janë bërë publike, disa prej tyre janë proces, disa prej tyre janë në kohën e lidhjes kontratës, gjithashtu do të lidhet me korridorin e 10. Por nga ana tjetër prek edhe korridorin Adriatiko-Jonian në një gjatësi shumë të rëndësishme të tij, duke e kthyer kështu si një nyje ndërlidhse të 3 korridoreve europiane dhe duke i dhënë kësaj hekurudhe në dukje kombëtare një rëndësi të veçantë për të gjithë zhvillimin ekonomik dhe gjeopolitik të Europës juglindore. Për fat keq, në të kaluarën Shkodra u anashkalua në projektin e autostradës kombit. Por sot, fal vizionit që qeveria aktuale e Shqipërisë dhe Kosovës, hekurudha do të kalojë përmes qarkut të Shkodrës. Kjo është një nga vendimet më strategjike për dekada që vijnë dhe vendos Shkodrën në kryqëzimin e 2 linjave hekurudhore ndërkombëtare drejt Malit të Zi dhe drejt Kosovës, duke lidhur kështu drejt për drejt me rrjetin europian hekurudhor. Për Shkodrën, ky projekt konsiderohet si një nga investimet më të mëdha strategjike për të gjithë rajonin në zhvillimin turistik dhe ekonomik. Nuk është thjesht lidhje mes qytetësh dhe vetëm lidhje që i bashkon vetëm shqiptarët, por është një lidhje e re e cila do t'i shërbejë gjithë rajonit, do t'i shërbejë parafrimit të gjitha vendeve të rajonit, të kenë edhe lidhje ekonomike mes vete, edhe komunikim të lehtë, por edhe ndërvarësi ekonomike që në një mënyrë do të krijojë edhe normalizim të plotë të gjithë rajonit. Kur themi Durrësi lidhet me Prishtinën, e nënkuptojmë lidhjen e korridorit blu me korridorin 10 dhe me korridorin 8. E shohim lidhjen mes mallrave që mund të lidhen nga Varna e deri në Durrës, që i bie nga deti i Zi e deri në detin Adriatik. Hekurulla Shkodër-Gjakovë do të ketë 7 stacione, një gjatësi për 100 km. Ky investim infrastrukturor do të përfshijë 43 ura, 14 tunele, me një gjatësi totale tunelesh për 35.3 km. Sipas ekspertëve dhe studimit të fizibilitetit, kostoja segmentit përllogaritet në 1.8 miliard euro, nga kjo shumë rreth 1.7 miliard janë të nevojshme për ndërtimin, ndërsa pjesa tjetër përfshin kosto për leje, shpronësime dhe detaje teknike. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje të gjurmës në cilën do të kalojë kjo hekurull, ndërsa u shpreh se hekurulla Kuqezi tashmë merr ull.